Mirë se vini. Le t'i futemi menjëherë temës. Sot jemi këtu për të zbërthyer atë që është ndoshta mjeti më kritik në të gjithë botën financiare, raportin e auditorit. Kur analizojmë bilancet e një kompanie, si jemi të sigurt për saksinë e shifrave? E po, i gjithë sekreti fshihet pikërisht te ky raport. Është fjalë për fjalë një spektër i tërë besimi. Për t'ju dhënë një ide të qartë asaj që do të mbulojmë në këtë shpjegues, ja u rrëfyesi ynë. Do të nisim me rolin e raportit, pastaj kalojmë te standardi i pakualifikuar, opinionet me paragraf shpjegues, opinionet e kualifikuara, pastaj opinionet e kundërta dhe refuzimet e deri te pasqyrat krahasuese. Le të vazhdojmë. Pra, pika e parë, roli i raportit të auditorit. Në thelb, pse na duhet vërtet ky dokument? Imagjinoni sikur çdo kompani të thoshte thjesht: "Më besoni, shifrat e mia janë fantastike." Nuk funksionon kështu apo jo? Ky raport jep atë që ne e quajmë siguri të arsyeshme. Ai tregon tregut, investitorëve dhe bankave që po, gjithçka është paraqitur drejt dhe në përputhje me standardet e njohura si GAAP. Ta themi troç, pa këtë opinion të pavarur, tregjet tona financiare thjesht do të bllokoheshin nga mungesa e besimit. Kalojmë te pjesa e dytë, standardi i pakualifikuar ose e thënë ndryshe, skenari ideal. Tani, këtu ka një nuancë shumë interesante. Gjuha që përdor auditori ndryshon goxha në varësi të llojit të kompanisë. Për kompanitë jo publike është një format mjaft standard, por kur bëhet fjalë për kompani publike, e po, rregullat ashpërsohen. Futen në lojë standardet strikte të PCAOB-s dhe, ç'është më e rëndësishmja, auditori do të kontrollojë patjetër edhe efektivitetin e kontrolleve të brendshme të kompanisë. Është një stres ekstra, absolutisht thelbësore për të mbrojtur publikun. Pika e tretë e shpjeguesit ton, opinionet me paragraf shpjegues. Sepse e di mirë, në botën e financës, jo gjithçka është gjithmonë e bardhë ose e zezë. Është fjalë për fjalë një çështje materialiteti. Nëse një problem është i papërfillshëm, jemi ende te standardi i pastër. Por, sapo ky problem rritet dhe bëhet pak më i ndjeshëm, auditori fillon të shtojë gjuhë shpjeguese ose kualifikime. Dhe nëse kalon çdo kufi dhe bëhet shumë material, atëherë kalojmë direkt në territorin e rrezikshëm të refuzimeve. Është si një barometër rreziku. Janë saktësisht 5 situata kur auditori thotë: "Okej, opinioni është i pastër, por prisni një sekond, duhet ta dini këtë gjë. Për shembull, cili është rasti më alarmant? Hipoteza e vazhdimësisë. Kjo ndodh kur auditori dyshon seriozisht nëse kompania mund të mbijetojë në 12 muajt e ardhshëm. Është një kamban e vërtetë alarmi. Raste të tjera përfshin ndarjen e përgjegjësisë me një auditor tjetër, ndryshime të justifikuara të rregullave apo theksimin e një padje gjyqësore masive. Këto nuk e prishin bilancin, por sigurisht që japin një kontekst jetik." Le të vazhdojmë me pikën e katërt. Opinionet e kualifikuara. Këtu gjërat fillojnë të bëhen kritike. Nëse po lexoni një raport dhe hasni fjalën përveç, ndaloni menjëherë. Kjo fjalë përveç është saktësisht kufiri ku auditori po ngre një flamur të kuq. Mesazhi është i qartë, gjithçka tjetër është në rregull, përveç këtij problemi të madh specifik. Mund të jetë në një dokumentacion i munguar apo një devijim nga standardet, por gjithsesi është një paralajmërim që nuk duhet injoroar. Dhe si ndahet një kualifikim i thjeshtë nga një refuzim total i bilancit? E gjitha varet nga gjykimi i auditorit mbi materialitetin. Mendojeni pak si një byrek të madh, ku vetëm një pjesë e vogël anësh është djegur. Problemi është aty, është i rëndësishëm, por nuk e bën të gjithë byrekun të pangrënshëm. E gjithë pasqyra mbetet përgjithsisht e drejtë, përveç atij zëri specifik që auditori ka vendosur të kualifikojë. Tani kalojmë në një tjetër nivel. Pika e 5. Opinionet e kundërta dhe refuzimet. Jemi zyrtarisht në zonën e kuqe. Këtu dëgjohet fraza absolutisht më shkatruese e mundshme. Nuk paraqesi në mënyrë të drejtë. Kur auditori lëshon një opinion të kundërt, ata praktikisht po theksojnë fort se, kujdes, këto pasqyra financiare janë thelbësisht çorientuese. Është paralajmërimi maksimal pasi kemi të bëjmë me devijime masive nga çdo parim i pranuar i kontabilitetit. Por duhet kuptojmë një dallim absolutisht jetik midis dy skenareve më të rëndë. Një opinion i kundërt jepet kur auditori i di me fakte, 100%, që shifrat janë gabim. Ndërsa, çfarë ndodh nëse drejtuesit e kompanisë nuk e lejojnë auditorin të shohë dokumentet? Kjo quhet kufizim i fushveprimit. Në këtë rast kemi një refuzim të opinionit. Auditori thjesht po thotë nuk më lan shoh, prandaj unë nuk mund të shpreh asnjë opinion. Është po aq e rëndë. Dhe e gjithë kjo pasqyrohet qartë në strukturën fizike të vetë raportit. Paragrafet hyrës, fushveprimi dhe opinioni ndryshojnë në mënyrë dramatike për treguar ashpërsinë e situatës. Vini re çfarë ndodh tek refuzimi i opinionit. Paragrafi fushveprimit zhduket plotësisht. Nuk ka fushveprim sepse praktikisht nuk u lejua të bëhej puna. Dhe fjala e fundit është shumë e qartë. Ne nuk shprehim një opinion. Së fundmi, pika e 6.
Raportimi për pasyrat krahasuese. Auditimi nuk sheh vetëm vitin e fundit të izoluar. Kur prezantohen pasqyra për disa vite radhazi, puna kërkon që të mbulohen të gjitha ato periudha. Dhe ja një detaj interesant, opinionet e kaluara mund të përditësohen. Është pak a shumë si një shans i dytë. Nëse një kompani bëri një gabim vjet dhe mori një opinion të kualifikuar, për këtë vit e ka rregulluar atë gabim, auditori mund ta përmirësojë atë opinion. Dhe padyshim, nëse dikush tjetër e ka bërë auditimin më parë, puna e tyre duhet të referohet me saktësi. Për ta mbyllur këtë analizë të thellë, mendoni pak për botën e biznesit si një fushë me rreziqe vërtet të larta. Ky spektër besimi, nga ai më i pastri deri tek refuzimi total, nuk është thjesht një listë me teknikalitete kontabël, është vetë themeli i transparencës financiare. Dhe kjo na lë me një pyetje thelbësore, një pyetje që dua t'ju lë për të reflektuar. Çfarë sinjalizon me të vërtetë për kulturën e fshehtë të një kompanie, fakti që ata preferojnë të marrin një refuzim publik sesa të lejojnë auditorin të zbulojë të vërtetën?